Përshëndetje të gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar doktor Alfred Agën, mjek ORL pranë Spitalit Higea dhe kryetari i shoqatës së mjekëve ORL në Shqipëri. Doktor, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Përshëndetje. Doktor, ne bashkë njihemi prej kohësh, në fakt mezi e kam pritur këtë intervistë me ju, edhe për të patur mundësinë për të ndarë disa eksperiencat tuaja që janë vërtet me shumë vlerë, edhe për gjithë ata që na ndjekin, por kryesisht për le të themi për atë pjesë popullatës që këtë pjesën e mjekut ORL e kanë edhe pak të panjohur si funksion, çfarë bën ose cila është tamam fusha e veprimtarisë. Unë do doja të dija diçka më tepër rreth formimit tuaj, rreth profesionit tuaj, pse keni zgjedhur të jeni mjek, ku ka qenë shkollimi juaj dhe sigurisht gjithë ky rrugtim deri sot që jeni ndër mjekët më të suksesshëm në fushën tuaj. Atë rrugtimi im fillon në vitin 2000, pasi marrë gjimnazin në Peshkopi, shkoj për studime në Itali, në Brescia, ku kisha disa njerëz të afërm, më saktë kushërin tim, i cili si më thonë më bë sebeb që unë të largohem atje. Fillimit kanë qenë shumë të vështira, si nga ana logjistike, si nga ana e vështirësive të gjuhës së gjitha me radhë, por me insistim, me vullnet dhe me mbështetjen e gjithë njerëzve pra të afërt, arrita të mbaroj vitin e parë, që ishte, si më thonë, pjesa më e vështirë, dhe këtu edhe me studente që kur të afërmit e mi apo mbestat apo niprit apo njerëz të afërm që shkojnë jashtë, thënë vitin e parë që ndroni fort. Më pas bëhet më e lehtë ajo gjendja, duke arritur të kuptoj sistemin, si funksionojnë bursat, si funksionojnë ato mekanizmat për të marrë atë që i takon çdo studenti, bëhet çik më e lehtë jeta studentore, pasi hym konvikt dhe marr bursën e shtetit, bëhet më e lehtë. Në 2006 në kohë, si më thënë, rekord, mbaroj mjekësinë, për mua dhe për ato që ishin pra italian, ishte ëndër që të mbaroshte në kohë mjekësia, pasi zakonisht mesatari është 7 vite gjys 8 është në mbarimin e mjekësisë, me rezultate të mira, nuk mund të them me rezultate shkëlqyera, pasi vitet e para normalisht ndikojnë tek mesatari, pavarësisht se vitet e fundit ishte një rritje eksponenciale e vlerësimit. Në 2007, pasi bëj 6 muaj stazh, filloj specializimin si mjek ORL në spitalin e Breshës, në një klinikë e cila rastësisht pra masi u hyra brenda kuptova që ishte ndër klinikat më të mira në Europë edhe në botë për këtë lloj si më thon specialiteti. Dhe në të njëjtën kohë, pra duke bërë specializimin, duke punuar edhe mjek roje në për spitale të ndryshme, fundjavës apo gjatë ditëve të pushimit. Pra në të njëjtën kohë kam bërë edhe specializimin dhe punë në për klinika apo në për mjek familje ndryshme. Ky ka qenë rrugtimi deri në vitin 2011. Pra studimet në Itali janë bërë nga vitin 2000 deri në 2011. Mjekësia dhe specializimi. Pas jeni kthyer? Më pas jam kthyer në 2011 në shtator jam kthyer, pasi periudhë pushimi 6 muajor që s'doja t'ja di pra asnjë lloj gjëje, pasi ishte një ngarkesë shumë e madhe. Fillova në 2012 fillova punë në Spitalin Amerikan për rreth një vit. Më pas për arsye shëndetësore më desh të djalit, më desh të largohem përsëri në Itali, ku fillova të punoj në Institutin Kombëtar të Tumorëve në Rom për një periudhë 3 muajore. Më pas vendosëm edhe një herë me bashkëshorten të kthehemi në Shqipëri, pasi ishte shumë e vështirë jetesa në Rom me atë pagesën që merrte një doktorant në atë kohë, për atë bëj fjalë. Kështu që vendosëm që të kthehemi në Shqipëri dhe që në 2013 këtij jam pa shkputje pra nga Shqipëria. Doktor, sa e vështirë është në ato vite, e kam më shumë për momentin e parë kur ju keni ardhur që të
marrësh një vendim që të kthehesh në Shqipëri. Domethënë nuk kam shumë miq të njohur, njerëz të cilët kanë përfunduar në Itali dhe gjithmonë kanë patur që në ato vite synimin për të shkuar diku tjetër, po jo për të kthyer. Ndoshta një tendencë për të shkuar në vende nordike, vende që kanë pas edhe një mjekësi ndoshta edhe më të zhvilluar. Ja, unë faktikisht e kam pas të fiksuar që fillim të kthehem. Pra, unë akoma kur shkoj në Itali kam një lloj ankthi sa herë shkoj atje. Pra, që kur kam ikur me të idenë që të kthehem dhe prandaj ndoshta kam pas gjithmonë këtë lloj ankthi. Akoma kur largohem, kur shkoj edhe për pushime, e kam një lloj ngacmimi nga brenda. Kështu që këto e kisha të ndarë që në fillim. Pas një javë bashkëshortin time në Itali, diskutuam gjatë të pjesë, sepse normalisht jo siç thotë gjithë ato studentë që shkojnë kanë tendencën të rrinë apo të ikin në vende të tjera, unë kisha të qartë që të kthehem. Pata një moment luhatje në vitin 2011, atëherë kur bën du trazirat apo jo, që ishin në bulevard. Po. Atëherë Protesta e famshme. Protesta e famshme. Po unë po mendoj që këto muhabet ishin mbyllur në Shqipëri. Ajo ishte bulevardi, në janar. Bulevardit, bulevardit. Po, dhe mendoj që është mbyllur ky muhabeti i protesteve, i dhunës e këtyre gjërave. Dhe në atë kohë me thënë drejtë fillova të kërkoj pak punë atje. Kisha pas një ofertë Instituti Evropian i Tumorave në Milano, por unë kisha marrë kohë. Jo, mas 2 muaj, mas 3 muaj. Momenti që unë thash, po, ndodhi kjo lloj ngjarje, thash do vi atje. Vendi ishte zonë, kështu që nuk është bëra shumë tentativa të tjera. U ktheva me planin e parë. Doktor, karriera juaj në Shqipëri, le të themi mbi 10 vjeçare, 11 vjeçare, 12 vjeçare është karrierë shumë e pasur. Unë kam pasur fatin dhe mundësinë të njoh shumë nga punët tuaja në aktivitetet shkencore që ju keni marrë pjesë. Do doja pa humbur kohë të ndajmë diçka nga rutina juaj, nga puna juaj e përditshme. Kam shumë kuriozitet të di rastet të ndryshme, raste të vështira, raste të cilat juve ju kanë ngelur në mendje, kështu që po e filloj nga ndoshta një rast klinik që juve ju kanë ngelur në mendje nga gjithë kjo karrierë e pasur që keni punuar në ndër vite. Te rasti mund të them që ka shumë, sepse bëjmë gati 50 operacion në muaj, kështu që llogaritë vetë se sa janë ka gjithë vite, por janë disa që, si më thon, lena të përshtypje. Një rast i parë mund të them është rasti i fëmije i cili lindi me atreziko anale. Është një lloj komplikacion, një lloj malformacion i lindur. Pra fëmija praktikisht nuk ka ato vrimat të hundës në anën e pasme të hundës dhe nuk mund të marrë frymë. Në moment që nuk merr frymë me hundë, fëmija nuk mund as të pi. Pra, duke më sepse e ka frymëmarrjen me hundë të obliguar gjatë pirjes të qumshtit. Kështu që është një urgjencë mjekësore, fëmia duhet të operohet sa më shpejt të mundur. Ne kemi bërë disa raste nga Kosova që kanë ardhur mbas një javë, mbas 10 ditësh, të mbajtur të intubuar apo të shtyr me anë të sondave. Por ky rast u poqën gjitha kushtet që të bëhet sa më shpejt të mundur dhe pas 4 orë pas lindjes arritëm ta operojmë fëmin dhe ti rikrijojmë edhe një herë kavitetin nazal, pjesë koanët, për pjesën e pasme të hundës. Është një rast i cili ka satisfaksion sepse ti me një herë pra i jep zgjidhje rastit. Fëmia pas operacionit fillon të ushqihet me një herë. Por është shumë sfiduesi nga ana anesteziologjike, pra anestezistët që kemi doktor Nardi që gjej rast të përshëndes, që do pra kuraje, përgatitje gjitha me radhë, por është edhe për kirurgun, pasi nuk kemi ato instrumentet si më të dedikuar për fëmijët neonat. Ne kemi instrument pediatrike, por neonatët, hunda neonatët shumë e vogël, të fusi telekamerë endoskopi, ta bësh çdo gjë me telekamerë, me një hundë e cila është shumë e vogël, nuk hyn as endoskopi brenda as instrumentet, është sfiduese për kirurgun. Por ka satisfaksion si shtar sepse më një herë fillon edhe e shef rezultatin më një herë. Doktor, sa sfiduese është për fëmijët, sepse sigurisht të operosh një të rritur, një adult, është hyn tek ajo rutina e punës së një kirurgu, po tek pjesa e fëmijëve, nga ana emocionale e ka më shumti, domethënë është e vështirë kjo pjesë. Dgjoj, mas shumë vitesh eksperiencë, praktikisht nuk është të bën më diferencë. Unë faktikisht edhe fëmijët e mi kam operuar vetë, kështu që
nuk është se e vojmë nga aspekti emocional të pjesë, fëmijë, familjar, apo i madh apo i vogël. Shihet si pacient, është një lloj problematike të cilën duhet ta zgjidhësh, anë kirurgjikale, dhe kjo të bën që mos kesh kështu lloj kompleksesh, kështu lloj frikrash dhe të vazhdosh të zgjidhësh problemin. Pra, fokusi është tek smundja, nuk është te kush është përballë. Okej. Një rast tjetër, doktor, që ndoshta ka qenë shumë i rëndësishëm edhe për shkak të historisë, ndoshta mund të ketë qenë një person që ju e njihni, ndoshta mund të ketë qenë një person që i përket rrethit tuaj, të njerëzve të njohur, edhe që ka qenë aq le të themi i rëndësishëm sa mund ta ndash edhe me ne. Vjen ndërmend rasti i profesorit tim gjimnazit, profesori historisë, i cili vjen tek unë me një tumor të dyshimesë gojës, stadi avancuar, i cili kishte infiltruar gjithë mandibulën, pra pjesën e noftos poshtme, i cili u desh që të bëjmë një eksizion të një pjesë të gjuhës, të gjithë mandibulës, pjesë që këtu deri këtu, dhe sfida në këtë rast nuk është heqja e tumorit, pasi normalisht duhet të heqë tumorin me kufit të sigurt, të gjithë me radhë, të shërohet pacienti, por është edhe tek rindërtimi. Pra në këtë rast, si do ta rindërtosh të mandibulën e hequr, nofullën e hequr. Në këtë rast u zgjodhi që të merrem një pjesë nga fibula, nga kocka e hollë e këmbës poshtme, në mënyrë që të jepet forma e nofullës duke bërë ca prerje të vogla me mini pllaka, dhe pasi bëhet ky lloj transplanti në pjesën, duhet edhe të lidhet me anë të gjakut. Pra duhet që kjo pjesë të merret me gjithë anë të gjakut dhe të ushqehet, të furnizohet. Në këtë rast bëhet një anastomozë me arteriet e qafës, pra merret arteria e kockës këmbës bashkë me muskujt me lëkurën dhe lidhet me enët e gjakut të qafës në mënyrë që të funksionojë. Rasti përfaqësisht shumë mirë. Ish profesori im është një gjendje shumë mirë pas shumë vitesh. Dhe raste të tilla janë shumë, por kjo, si më thonë, është satisfaksion pasi një profesor i gjimnazit e shef pas shumë vitesh, e takon në një lloj situate të tillë dhe për fat pra çdo gjë shkoi mirë dhe ju dha, si më thënë, një shans i dytë edhe atij. Sa orë shkoi si operacion? Operacionet të tilla shkojnë diku te 12-13 orë, pasi është siç është pjesa e heqjes tumorit, pjesa e pastrimit të qafës, pjesa e diseksionit që quhet, pastrimi gjithë metastazave limfonodale, dhe më pas bëhet rindërtimi. Rindërtimi ka pjesën e heqjes të kockës, rimodelimin e saj sipas defektit, pastaj vendosja e enëve të gjakut dhe në fund qepja e gjithë puzzle-it dhe pra pas operacionit zgjidhjas shumë, ka edhe qëndrim në remission gjatë, pra 1-2 ditë rrin, sepse kjo lloj transplanti i bën mund edhe mos të funksionojë, pasi mund të bëhet arteria apo vena, atëherë duhet të ndërhyjë edhe një herë nga e parë. Pra është shumë sfidues si ndërhyrje. Janë raste të rralla që për herë të parë në Shqipëri, me thënë drejtën, janë bërë tek spitali jonë, nga unë dhe ekipi drejtoj. Dhe kjo është bërë kryqi rutinë tani, pra bëjmë shpesh, nuk është në diçka, por është operacion që bëhet edhe në pak qendra edhe nëpër botë, nuk është se çdo spital i bën. Pra një qendër të dedikuara që merren me këtë lloj kirurgjia rekonstruktive për tumoret avancuara të kokës qafës. Doktor, në sensin e këtyre kirurgjive kaq të vështira, le të themi, a ka ndonjë rast që ju mbani mend që mund të dashur një ekip ndoshta më i madh ose ndoshta ndërhyrje neurokirurgëve, ndërhyrje në një raste që ka qenë i vërtet i vështirë dhe që i është dhënë zgjidhje dhe ka pas satisfaksion për këtë zgjidhje që është dhënë? Dgjoj, ne bashkëpunojmë vazhdimisht me specialitetet e tjera. Nuk, pra, ajo kultura që kam marrë është kultura e punës në ekip. Nuk është se një njeri është, si më thonë, one man show, çdo gjë. Absolutisht. Sa më shumë pra bashkëpunëtor të kesh në fusha ndryshme më mirë është. Rastet të tilla janë shumë, pra me kirurgët torakal, me kirurgët vaskular, me kirurgët me neurokirurgët kemi më shumë bashkëpunim, pasi jemi në zonë kufitare, për shembull kirurgjia e bazës kraniale. Mund të kujtosh në një rast specifik? Po, kirurgjia e bazës kraniale është kirurgji që bëhet nga ORL dhe neurokirurg në bashkëpunim. Pra qendrat më të mira në botë bëjnë kështu. Ne kemi bërë me 10 raste me doktor Arturin, por edhe me neurokirurg të tjerë, por me doktor Artur Xhumarin, të cilin bashkëpunim më shpesh. Një rast është një zgjatur rreth 15 orë. 15 orë. Po, ka qenë një meningiom në një zonë shumë delikate, meningiom e bazës kraniale, e cila ishte ngjitur
me të dy nervat optik, pra pacienti rrezikonte shikimin, kishte filluar humbjen e shikimit dhe rrezikonte dhe dëmtimin e gjenderës hipofizës, pasi enë të gjakut pra ishin ngjitur, masa ishte ngjitur me durë, me bazën kraniale dhe me nervat optik dhe me gjenderën hipofizës. Dhe heqja e këtij tumori pra teshi një lloj kujdesi aq të veçantë, pra po çdo gjë aq avash dhe tumori rastisi shumë i fortë, ishte gati kockëzuar, zakonisht janë tumorë më të butë dhe u desh pra gjithë orë që të hiqet tumori në mënyrë më pa dëmtuar ato, si më thon, organet të cilat janë shumë të rëndësishme për jetën e njeriut dhe mbasi i hiqet gjithë tumori duhet bërë edhe rindërtimi. Pra praktikisht i heq kockën e bazës kraniale, pra kufirin mes hundës edhe trurit, kockën e heq me anë të endoskopit nga hunda, bëhet gjithë ndërhyrja. Pasi heq do heq edhe cipën, durën që ndan trurin me hundën, që është stresa e dytë. Pas asaj është edhe tumori, pra është stresa e tretë. Pasi heq gjithë gjithë lëngu i trurit zbret në hundë. Dhe ka rrezik që të infektohet, marrë meningitit, duhet bërë pra një mbyllje e gjithë këtij kaviteti, që këtë rast është shumë i madh, në mënyrë që mos ketë rrjedhje të likuorit në hundë, mos infektohet, mos krijojë meningit. Edhe kjo është sfidë në vete. Prandaj në këtë rast operacioni bëhet bashkë me urologin, i cili me anë të materialeve që merr nga hunda apo nga kofsha apo nga barku, merr materiale nga vetë njeriu në mënyrë që të rindërtojë edhe një herë këtë, si më thon, ndarje anatomike mes hundës dhe trurit. Dhe kjo do normalisht një ekspertizë shumë të lartë, në mënyrë që të mbyllet defekti, mos ketë rrjedhje, sepse po pati rrjedhje do të futur pacienti vazhdimisht në sallë derisa mbyllet kjo. Edhe një rrjedhje minimale, pra mund të kushtojë jetën e pacientit pasi infektohet dhe rrezikon. Rasti në fjalë, mbas 5 ditësh u larguan në shtëpi, nuk pati asnjë lloj problemi dhe gëzon shëndet plot. Meningioma nuk ka më asnjë lloj shenje rritje, shikimi ju rikthyen 100% dhe jemi miqë sot kësaj dite. Doktor, ndonjëherë është fat, domethënë kur e mendon që tash një mundësi e tillë njerëzve ju është mundësuar në Shqipëri, sepse për ndërhyrje të tilla do duhet të udhtonin dikur jashtë, por mos thonë që edhe jashtë jo kudo bëhet. Kështu që është fat vërtet që ju kemi dhe që bëni ndërhyrje të tilla. Doktor, po në një rast tjetër që ndoshta nuk ka shkuar siç duhet pas përfundimit të ndërhyrjes, ndoshta fati i atij pacienti apo asaj pacienti nuk ka qenë ai që ju keni pritur, por në fakt puna është bërë maksimale, sidomos gjatë ndërhyrjes kirurgjikale. Mund të kujtoni? Jo, raste që mund të shkojnë keq, normalisht çdo kirurg ka, nuk diskutohet. Për fat janë me gishtat e dorës. Mund të kujtoj disa, por njëri që më ka lënë, si më thon, më shumë përshtypje për shkak edhe të historisë që ndodhi më pas. Është rasti një paciente të re, në moshë 3, të cilën me operoj, kishte 2-3 vjet që kisha ardhur. Kishte një tumor të kavitetit nazal, të sinus maksilar, që infiltronte pra gjithë qellëzën dhe shkonte edhe në tru. Ishte operuar 2 herë në neurokirurgji, pacienti ishte nga jashtë. Ishte operuar 2 herë në neurokirurgji për këtë tumorin, pjesën e tumorit që shkonte në tru. Normalisht pa arritur ta heqin, por origjina ishte në kavitetin maksilar. Bëhet një heqje totale e maksilës në këtë rast, pra heqet gjithë pjesa e nofës sipërme, bashkë me dyshmën e syrit, shkohet deri tek pjesa e trurit në këtë rast. U bë rindërtimi i noflës me pjesën e shpatullës, pjesa e skapulës u rindërtua dhe pacientja e mori veten mirë dhe si më thon, kjo është një smundje tumor i rrallë, i cili rritet shumë avash. Pas ndërhyrjes pacientja normalisht jetoi disa vite, shkoi mirë, pa probleme të mëdha, por pjesa që ishte intrakraniale, pjesa që ishte tumorit brenda në tru, normalisht vazhdonte të rritej dhe vitin e fundit, pas 5-6 vitesh ndoshta, 5 vite ndoshta, pacientja vuajti shumë, dhimbje të mëdha. Fëmijët e saj ishin u rritën gradualisht dhe pranë që të vegjël që ishin arritën e patën edhe nënë këto vitet.
Por ai që mora vesh në moment të dytë ishte që familjarët e saj nuk i kishin përballuar mirë dhe një ndër fëmijët kishte vuajtur më shumë këtë gjë. Dhe kjo pastaj si më thonë, mbeti shumë merak kur mora vesh historinë e fëmisë së kësaj paciente. Dhe kjo thotë lidhet me profesionin tonë, pra traumat që ndodhin. Nuk e di detajet e saj, por mendoj që pra ne u mundu që t'i jap një shans që të rritën fëmijët me nënën dhe si duket trauma e gjithë kësaj vuajtje që kanë pasur familjarët kanë ndikuar edhe tek shëndeti mendor i familjarëve. Kjo, si më thonë, më bën që shpesh herë të reflektojmë pra. Doktor, kur hyni në sallë, në situata të tilla 5 mentor, 2 mentor, cili është raporti që keni me Zotin? Edhe gjë, raporti me Zotin fillohet pra sallë ku i themi ne me bismillah dhe në çdo moment, si më thonë, e ndjem praninë e Zotit, sepse kur ti mendon gjithë të lloj orësh, kur mendon gjithë të lloj përqendrim që duhet të kesh, gjithë të lloj shkarkesë emocionale që duhet të kesh, pra do të kesh patjetër një ndihmë tjetër ekstra, sepse kur e mendoj edhe vetë, pastaj e them është pamundur. Zoti ka krijuar normalisht mekanizma, adrenalina që themin, e cila të bën që të marrë në tension. Biles ka rasti që unë edhe mas 12 orësh, 15 orësh që jem në operacion, kur shkën shtëpi të flej, nuk flej dot gjumë. Pra vazhdon ai lloj duke menduar edhe herë gjithë hapat e operacionit. Pra, unë mendoj që kjo është ajo, si më thonë, mjeti që na ka dhënë Zoti për ta përballuar këtë gjë. Dhe normalisht fillohet me siç thash, me atë pjesën e lutjes së para, por edhe mrapa. Dhe në çdo lutje time, pra çdo falje që bëj në namaz, patjetër një lutje speciale është edhe për pacientët e mi, fjalë, që unë të kem sukses, po dhe ato, si më thonë, të shërohen. Po, sepse nuk ka asnjë doktor që do që t'i shkojë operacion i keq, apo ka që e bën pa koshiencë, pra mund të marrin rast përsipër që cilë nuk janë në tafta bën, por asnjëri nuk e mund të bëjë si më thonë, një dëm apo një gabim me dashje. Kjo është një fjalë, është një problem që sapo vjen edhe e rëndon më shumë doktorin, si nga ana psikologjike, si nga ana emocionale. Dhe duhet ndoshta bëhet një bisedë më e gjatë për këtë pjesën e anës emocionale dhe raportit me pacientin, si shihet mjeku, si shihet pacienti. Doja të pyesja në fakt për këtë gjë, sepse unë kam vënë re që edhe në Shqipëri, sikurse jashtë në shumë vende, ka një rritje të numrit të personave, sidomos të persona juridik, pra avokatëve, juristëve etj, që kanë filluar ta gjemojnë atë mjekun për të marrë në një, po themi padipër, në një ndërhyrje që në gjykimin e tyre nuk ka shkuar siç duhet, apo për të hapur procese gjyqësore, të cilat në thelb kanë dëm shpërblimin. Edhe nuk e di, sepse ju jeni direkt në këtë fushë, a është e vërtet kjo si konstatim? A ka një rritje të këtyre rasteve, apo është diçka që thjesht është një lajm fake? Jo, kur isha në Itali student, specializim, pa një reklam televizor që ndonjë thoshte nëse ke një problem mjekësor para 10 vitesh, studi avokatësh që thotë, hajdeni tek ne, nuk paguni asnjë gjë, po fituat do fitoni. Dhe u ngrit urdhri mjeku, u ngritën gjithë dhe u bë problem kjo lloj gjëje. Dhe u ndryshua dhe ligji për këtë lloj pune. Por akoma ka probleme. Italia, Amerika, çdo lloj vendi perëndimor ka probleme të fushë. Pse? Sepse rastet e vështira kanë rrezikun më të madh që dështosh. Pra, nëse ti merr një pacient me një tumor stadi avancuar, nëse merr një pacient i cili ka frakturë bazë kraniale, nëse merr një pacient i cili ka një smundje, një absces, infeksioni, rastet që probabiliteti që ky rast shkojë keq janë shumë të larta. Dhe nëse nuk ka mjek të cilët i marrin përsipër këto raste janë destinuara që të shkojnë keq. 50%, 60%, 30%, 20%, sado që mjeku të arrijë të shpëtojë nga ky kontingjent, është fitore për njerëzimin, për pacientët. Kjo për fat keq nuk po kuptohet këtë fundit. Dhe në gjithë botën po shtyhet shumë këtë drejtim. Çfarë ka ndodhur?
ka ndodhur efekti I kundërt. Mjekët pra nuk bën më rastet e vështira, bën vetëm rastet rutinë, rastet e thjeshta. Ku probabiliteti normalisht është më I vogël që të dështosh. Duke bërë rastet e thjeshta, rastet e vështira nuk I merr më njëri përsipër. Duke marrë njëri përsipër rastet e vështira, atëherë çfarë ndodh? Ndodh mjekësia defensive që themi ne, që mjeku thotë, unë nuk e marr përsipër. Vjen pacienti të thotë s'kam çfarë të bëj. Pra, detyrohesh që këtë lloj operacion, çka është ta bësh me dëgjesh mjekun në fund botës dhe prapë përsërit njëjtën probabilitet shërimi të kesh, si këtu. Por atje jashtë nuk e hedh dot gjyq, nuk bën dot asnjë lloj gjë, këtu e ke kollajin. Dhe mendoj që duhet të rregullohet nga ana ligjore kjo lloj gjëje patjetër sepse nuk mund të vazhdosh. Shpengesë, në punën tuaj shpengesë. Po të them me siguri, me bindje që çdo mjeku kur të vi 1, 2 apo 3 raste të tilla pra nga gjykata, ai do refuzojë të operojë. Dhe nuk do mbesi mjek që do operojë më. Rastet e vështira jo, po edhe rastet rutinë. Pra, është një lloj përpara të pacienti thotë më shef ai mjeku si një kavi si apo si njëri që do ta ti marr lekët, ta rrjep siç thotë populli. Tani po shif mjeku nga avokatët apo nga pacientët si një rast për ta rrjepur apo për ta. Problemi është që këtu edhe asiguracioni akoma nuk funksionon këto lloj fushë. Pra në Itali ne ishin mbuluar nga asiguracioni, çfarë lloj gjëje që ndodhte, ishte I mbuluar nga asiguracioni, ti nuk merresh fare me këtë lloj pjese. Në Shqipëri akoma nuk është rregulluar nga ligjore. Shpresojmë që të rregullohet sa më shpejt sepse nuk do vinë as mjek nga jashtë, as mjek nga brenda që të operojnë rastet. Kjo do jetë shumë shpejt. Po them nuk po flasim për 20-30 vjet, por po flasim për 4-5 vjet të ardhshme, do bëhet shumë problem kjo gjë. Doktor, le të kalojmë pak tek pjesa e të rinjve. Cila është ajo diagnozë më e shpesh ose cili është ai alarm që ju ndoshta mund të ngrini prej këtij podcasti për të rinjt, ajo që ju hasni më shumti në praktikën tuaj klinike sot? Atëherë unë zakonisht merrem me sëmundje tumorale. Kjo është ajo që mund të them që shoh një rritje shumë të madhe të tumorit, sidomos tek pacientët e reja, femra, tumorit të tiroidës. Është një problem shumë I madh që po hasim. Kjo me shumë mundësi, duke ditur që tiroidja ka shumë lidhje me zonat që kanë irradiacione, radioaktive, pra zona radioaktive, mendoj që do të kemi një problem të tillë. Në gjithë botën po rritet kjo, por në Shqipëri veçanërisht, para mbeturinat radioaktive që kanë ardhur nga vende të tjera apo nuk eliminohen mirë të tonët që kemi këtu, nuk e kam idenë se cili është shkaku, por ka një rritje jashtëzakonshme. Kurse për sa I përket patologjive të tjera, mund të them që shqetësuese shumë është problemi I kokainës. Ne bëjmë çdo pacient që I vjen, I bëjmë endoskopinë, pra fusim telekamerën në hundë duke parë ka apo s'ka dëmtime të mukozave të hundës dhe shohim kohët e fundit që nga mosha apo them 18-20 vjeç deri në moshën 40-45 vjeç në masë ka dëmtime të hundës nga përdorimi abuzimi me kokainë. Aq sa pacientët nuk e quajnë as problem, jo, herë të rralla apo kështu. Por kur shef aty ka një vrim në septum nazal e cila është e pa riparueshme, nuk riparohet. Pra duhet bësh një operacion, 2-3 operacione që ta mbyllësh nëse ai mas shumë vite do lejë përdorimin e substancës. Pra është filluar me siç fillohet me atë historinë e një çik marijuanë, e një çik hashash se nuk bë gjë, pastaj kalon te kokaina në sasi të cilit as vetë nuk e kuptojnë se sa. Dhe është bërë pra një trend I cili është I frikshëm dhe që po shkakton dëme, s'po flas për dëme neurologjike apo psikiatrike të cilat I mbulojnë fushat e tjera, por unë them fizikisht pra nga ana e dëmtimeve që I jep në hund që janë permanente, shpeshherë me vrima edhe në kavitetin oral, pra me gryerje edhe qelzës. Pra arrim në këto lloj pike, aq shumë dëme, aq shumë konsumim bëhet sa bën disa lloj dëmesh fizike të pariparueshme. Është kthy thuajse në normalitet, doktor, ke shumë të drejtë. Domethënë edhe në fushën e shëndetit vendor, domethënë ne kemi rritje të jashtëzakonshme të rasteve që konsumojnë substanca dhe sigurisht kanë prekje shëndetit vendor. Dhe nëse ti I pyet domethënë të kthejë një përgjigje shumë normale, domethënë normaliteti pikërisht të tillë që ne kemi nisur me shaka apo po pim rrallë, nuk po marrim shpesh, por në fakt është pjesë e rutinës së një brezi, sidomos brezit të ri që është realisht është e habitshme. Doktor, në këtë realitet ku ju ushtroni profesionin, ku së bashku ne ushtrojmë profesionin në tërësi në Shqipërinë tonë, çfarë të trishton më shumë dhe çfarë
të bën ndonjëherë të ndihesh keq, ndonjëherë ndoshta të jep një lloj ndjesie negative për të frenuar deri diku në mënyrë profesionale. Besimi që ka humbur, pra besimi mjek-pacient, i cili ka humbur shumë. Këtë e vere në krahasim me Italinë, por edhe me vende të tjera. Gjithandej është në krizë, pra besimi mjek-pacient, por tek ne ka humbur totalisht. Ka raste të cilët ti për shembull mundohesh që ti ndihmosh edhe nga ana, si më thonë, e lidhjeve me jashtë, nëse është rasti nuk e zgjidhim këtu, mundohesh të japësh numrin e telefonit, të marrësh telefon profesorin, edhe ai gjithmonë thotë, ku e ka qëllimin? Ka një qëllim mbrapa, pra ndihmesa që i jepet, pra ka humbur ajo lirësia apo si më thon natyrshmëria e njeriu që bën mirë me kërë. Përderisa bën mirë ka një qëllim mbrapa. Dhe kjo më trishton sepse jo çdo lloj robi që të ndihmon ti ka një qëllim. Do të thonë, biles ka raste që të fusin edhe në ciklet, pasi ti organizon çdo lloj gjëje aty, ka pas një lloj arsye, thjesht ta ndihmosh dhe ai as nuk paraqit, as nuk merr telefon të fik telefonin. Më kupton, edhe kemi bë figurat të keqe edhe me njerëzit ne, se vjen raste për shembull që nuk i trajton dot këtu, janë raste shumë komplekse, por megjithëse mundohesh t'u shpjegosh, gjithmonë është tendenca, ku e ka kjo? A merr në lek ndoshta. Kështu që Doktor, keni pasur ndonjëherë një situatë të vështirë emocionale që keni dëshiruar të bëni një hapas ose ta ngadalsoni ritmin tuaj në një moment vështirë në karrierë? Ndëgjoj, më para pak kohësh, para 2 muajsh ndodhi një aksident motor. Dhe unë nuk i kisha ndërmend me bëni hapas, me ndaluan çik. Por ishte një sinjal që ndoshta duhet ndalohen çik. Dhe e mora si mesazh hynor, pra që më në qikë më shtruar, ki pak më shumë kujdes për veten. Megjithëse unë nesër prap erdha në punë, por të paktën ulen çikët e ritmin. Dhe kuptona aty se herë duket edhe që shif se po nuk shkova unë punë, kupton të bëhen vrumë, po njerëzit do e gjejnë zgjidhje, nuk është se jemi të pazëvendësueshëm, kupton. Thjesht pra se jemi të bëjmë atë pjesën që na takon, edhe kaq. Dhe duhet më kujdes çik edhe për veten. E ke të vështirë të pjesë, si e menaxhon kohën, që të ngeli kohë edhe për veten edhe për familjen? Për familjen gjej kohë, me thënë drejtën, dhe ndoshta ajo është koha edhe për veten, sepse kur rrim me familjen, me kalamajt është koha edhe për veten. Mundohem në fundjavë me dal me shoqërinë e ngushtë, si më thënë, me bërë një xhiro në natyrë. Kjo është, si më thënë, ajo e vetmja gjë që je pasionuar pas natyrës? Po, bëj shpesh hiking, gati gjithë malet e Shqipërisë, po shumë këmbë. Kjo është, si më thënë, një gjë që të relakson. Ose shfryzohet edhe për fundjavë për dalë me familjen. Pra, kjo është, si më thënë, një ndër ato edhe gjërat e mira që ka Shqipëria, sepse ke kohën e mirë, ke vende sa dush, det, mal, fushë, çfarë dush ti. Dhe është gjë të cilën për shembull në vende nordike vështirë ta gjesh. Kam kuriozitet të di, ke dalë një fundjavë ose ke dalë një ditë me miqësinë tënde, edhe të ndalë një familjar pacienti ose të ndalë një person që ti e ke operuar, dhe cili është ai mesazhi më i bukur që ke marrë në situata të tilla? Ndodh shpesh për fat, sepse thash, bo vite tani që duke operuar kaq shumë në çdo vend e gjen ai. Është një letër që më shkruaj një pacienti. Që ka shkruar faktikisht nënës time. Ka shkruar dhe ku thot, fjalë është një letër e gjatë, ku thot je me fat, je bekuar që ke një djalë të tillë dhe për mua normalisht është satisfaksion i madh, por kur e lexoj nëna ime, pra ajo e ka futur në një kornizë dhe e mban atë. Dhe kjo është gjë e bukur, gjë e veçantë, e cila më fal, si më thonë, është kujtim edhe për mua, por edhe për nënën time. Po në raportin në krahun tjetër, në momentin që keni pas një familjar ose një pacient që ka një tumor, po që në gjykimin tuaj realisht nuk fitohet si betejë, është e vështirë ta çosh si diagnozë personit apo familjarit? Zakonisht me familjarët jam shumë i qartë, por probabilitetin që ka të shëroj të çdo smundje, të cilën e marr përsipër. Me pacientin normalisht nuk mund të jesh i qartë për këtë gjë, pasi do të mbizetroj ajo, si më thon, pjesa e shpresës, sepse ndrysh ai hyn betejë, por nuk është i bindur për që do e fitojë dhe të lënë mes rrugës, e kupton? Kështu që
ky është parimi im, pra me familjarin qartë 100%, me të pacientin duke rritë ekspektativën sa më shumë. Për fat, jo, sepse ne kemi një lloj koncepti gabim në Shqipëri të paktën, që betejë me tumorin është e humbur, jo, nuk është. Unë mund të them që tumorët e laringut për shembull kanë mbijetesën stadi i parë, stadi i dytë. Në gjithë botën, pas të shifrat që i kam unë, tumorët me lazer që bëjmë për shembull, mbi 90% shëruar. Tumorët e tiroidës janë mbi 95% shëruar. Tumorët e hundës janë pak më agresiv, më të rrallë, por edhe ato, po kapën fazët para, janë tumorët shërueshëm. Pra kemi disa lloj tumorësh të cilët kanë prognozë më shumë favorshme se sa tumorët e tjera. Pra nuk është se futemi betejë gjithmonë për të humbur. Pra në shumicën e rasteve e fitojmë këtë lloj betejë. Dhe ky lloj koncepti duhet ndrojë. Raste kur vinë në tumorët të avancuar, kavitetet orale apo gjuhës apo laringut, hipofaringut, pjesës që janë të avancuar shumë metastaza gjithtani, atëherë normalisht jemi të qartë me probabilitetin që ka shanset me provu apo jo me i bë gjithë ato projekte të mundshme, me pas, si më thonë, me dhënë shanset. Problemi është që ne këtu jemi në spital, unë pak, punojmë në spital privat dhe nga ana ekonomike është një barë shumë e madhe për familjarët. Nëse do isha për shembull në Itali, që ishte sistemi sanitar shtetëror që i mbulon gjitha, unë e 10% rast do të kishte unë do e fusi në sallë që ta tentoj. Këtu duhet pa edhe aspekti ekonomik. Dhe jam i qartë edhe për këtë, sepse nuk ja vlem një fjalë që i tumor me stadë avancuar, që se familja është rënuar ekonomikisht, nuk ka pse futesh edhe një herë të shkatrojnë jetën e vet për këtë lloj, për pak probabilitet. Por nëse ka mundësi ekonomike dhe nëse duam që të provojmë gjitha, mundësitë janë që të provohet. Doktor, ju keni një reputacion të lartë, karriera juaj është 50 operacione në muaj, llogaritet me gjithë vitet, është një punë e pasur. Një ditë të bie telefoni dhe dikush nga kahet politik të propozon që të lësh profesionin dhe të merresh me drejtim politik. A do ta bëje në këtë stadie edhe së Dhe gjë, unë kam shumë shok të miq të ngushtë që janë marrë me politikë. Edhe i di si funksionon kulisat, mashtrimet, lëvizjet, pra si me qenë politik, i di nga duke qenë afër politikës. Dhe për këtë arsye, më thënë, këtu nuk kam asnjë lloj iluzioni që mund të bësh hajër në politikë. Pakto mund bëhet aty, nuk e përballoj dot. Ana psikologjike, po them. Tani për tani me këto mend që jam. Njëri pastaj duhet të vend provë, edhe pastaj ta shoh çfarë do thotë. Kjo pastaj është për të pa. Por me aq sa e njoh ambientin, rrethin dhe si funksionojnë gjërat këtu, absolutisht. Nëse do ishte në një vend tjetër, për shembull, unë jam marrë gjithmonë me shoqata, me aktivizëm, me gjithë gjërat. Nuk e kam problem atë lloj gjëje, më kupton, biles ka pëlqyer gjithmonë. Por pra shoh që këtu nuk mund të jesh i dobishëm. Kjo është ide. Nëse ti mund të jesh i dobishëm, atëherë pse duhet. Nëse do ta mbyllje nesër, do ta mbyllje gjithë angazhimin mjekësor të gjithë karrierës tënde, çfarë do doje që të mbahesh në mend të njerëzit? Ja, të njerëzit nuk e di se ajo pastaj ke parasysh, u them shpesh pacientëve që kur të bëjmë kështu lëvdata gjëna, thonë dëgjoj, shkon çdo gjë mirë dhe nëse shkon diçka keq, pastaj më një herë nxihet del në media dhe pastaj ky është gogoli, kupton? Gjithë ato vite punë hidhen në kosh për një rast. Kështu që nuk është se kam një pritshmëri të madhe për këtë lloj pune. Ajo që mendoj gjithmonë që mund ta duhet që po bëj faktikisht, t'ia përçoj atë që unë kam pas fatin ta marr, t'ia përçoj të tjerë. Dhe kam pas specializant vazhdimisht. Po kam akoma dhe po vazhdojmë edhe të shtojmë. Kohët e fundit kemi filluar një bashkëpunim edhe kemi pas me Xhenon, tani kemi filluar me Universitetin e Padovas, ku është profesori im që ka shkuar atje. Ka një specializant nga atje. Dhe ideja është që kur vinë me atë idenë që se në Shqipëri nuk bëhen gjëra. Pastaj kur shoh, është i bashkën edhe këto. Pra ato që i shohin atje, nga që janë 30 specializantë, kanë shumë pak mundësi të shohin. Këtu kanë më të mëdha. Kanë më të mëdha që të shohin dhe ti jenë pjesë e kësaj gjëje. Pasi normalisht nuk bëhet asnjë gjë vetë, bëhet në ekip.
Dhe pra nëse edhe arritje disa specializantë të arrin të marrin diçka dhe ta vënë në praktik, diçka që kanë marrë nga unë, është satisfaksion shumë i madh. Doktor, cila është ajo këshill që ja jep fëmijëve të tu në të vazhdueshme? Ja, se këtë pyetje ma bën një mision tjetër, thash mohabetin me kësaj, lexoni. Por kur e dëgjova mrapa, se edhe e them akoma, këtë gjë. Por unë lexoni ato telefoni. Kështu që jemi në luftë të humbur, mendoj, me teknologji. Po mendoj se si me a bë që ta duan sa më shumë atë dijen, sepse po bën kështu konsumator fast foodi, jo vetëm në ushqim, por edhe në rrugë. Dhe kjo më shqetëson shumë. Pra, nëse do arri t'i bindi që të mendojnë çik më shumë, të futen çik më thellë të gjonat, do ishte satisfaksion i madh. Pra, e vetëm lexojnë, pa dhe të mendojnë. Dhe e fundit, doktor, që kam është mesazhi që do që t'i japësh të rinjve, ai mesazh që do doje që të ndahesh nga ky emision për të rinë në tërësi, për të ardhmen e këtij vendit. Jo, unë e kam filluar shumë, si thash, me shumë vështirësi, që ju qetat 18 vjeç të mohabetin e mjekësisë, dhe më dukesh të kur e fillova, më dukesh e pamundur. Të marrë mjekësinë për 8 vjet, jo për 6. E të bëj specializim. Thoj isha të marrë 2 provime të vitit parë. Kjo ishte ëndra. Por njeriu nëse insiston, nëse ka vullnet dhe ka besim, sepse besimi në Zot të bën që të shtot vullneti. Pra unë lutje që kam bërë gjithmonë Zot, ka qenë Zot më shto vullnetin. Sepse e dija që i kam gjitha aftësitë e tjera, po vullnetin për të ulur, për të studiuar e kisha problem. Në momentin që Zoti, si më thon, ma vak të lloj, ma pranoi të lloj lutje pasin e vullnetit, me këtë vullnetin, me këtë, si më thon, përkushtimin ndaj leximit, punës, apo çfarë do lloj gjë që të bësh, ta bësh më mirë se sa çdo kush, atëherë mund të dalësh dhe secilin në fushën e vet, kapacitetin e vet, po të shfrytëzoj maksimum, mendoj që nuk ka njeri që vuan, si më thon, për të kaluar si Shqipëri, si çfarë do vendin e botës tjetër. Por thjesht duhet përkushtim dhe forcë në atë që synon. Doktor, unë të falenderoj shumë. Falenderoj shumë për këtë intervistë kaq të këndshme. Në fakt unë kam rezervuar përpara se ta mbyll dhe një histori tjetër, një histori të bukur. Ne kemi qenë në 2013 ose 2014, nuk e kujtoj mirë si vit. Ka qenë aktiviteti jon i parë me studentët dhe kemi qenë në Pogradec. E mbaj mendsi tani që ishte edhe fillimi hera parë që jemi njohur të bashkë. Dhe më kujtohet si tani në këtë moment kur një djalë i student i fermerisë pati një incident në hedhjen në pishinë dhe pati një frakturë të bazës krani. Ndërhyrja ka qenë e jashtëzakonshme me komplet mjete rrethanore dhe e kujtoj si tani në momentin që çdo gjë i shkoi mirë, atit jeta i ndryshoi, madje ndryshoi në dimensione maksimale se pastaj bëhet ndryrja estetike dhe shkoi çdo gjë perfekt. Dhe sa herë kujtoj, domethënë, dhe ja tregoj të studentëve në aktivitete të tjera në vazhdimsi, them fal doktor Fredit që kemi pasur aty, çdo gjë domethënë nuk u përballë me i të papritur me startin, me këmbën e parë të nisjes aktiviteteve këtu 10 vjet më parë. Në gjë që mrekulli e Zotit, sepse me atë hedhje që bëri ai, mund të kishte bërë frakturë cervikale, kështu që fati i tij që ishte vetëm rrënja e hundës, mbaj mend që shkoi në spital Pogradecit. Dhe ty s'kishte mjetë rrethanore, pra edhe qepin, gjithë gjërat i bëm kështu me. S'kishte as anestezi nëse të kujtohet. Mjetë rrethanore edhe për zgjalli. Por siç ta di shkoi mirë dhe kujtojmë si augur të mirë të aktiviteteve që kanë filluar që atëherë. Ashtu ka startuar dhe shqyr Zotin kanë shkuar. Mi doktor, të falenderoj. Faleminderit ju. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, do të shihemi se çdo të mërkurë dhe të shtunë në orën 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.